Ylli Manjani njihet gjërësisht si protagonisti i polemikave, si ish ministri i skandaleve dhe avokati krimit. Shpeshherë me një retorik shpifse dhe manipulim të opinionit publik, Manjani shfaqet në studio televizive si një artikulues akuzash të pa baza ndaj sistemit të drejtësisë për interesat e tij krejtësisht klienteliste. Hyrja e tij në politik e ka zanafillën në lidhjet e tij të para me Partinë Socialiste. Me nisjen e angazhimit të tij, Manjani u emërua sekretari i përgjithshëm në kabinetin e kryeministrit Fatos Nano, post nga i cili më pas u dorëhoq. Në fakt ajo periudhë është shoqëruar me shumë akuza ndaj tij në mediat e kohës. Në vitin 2001, u njoha rastësisht me Fatos Nanon. Aso kohë punoja në prezencën e OSBE-s dhe për shkak të punës kisha edhe kontakte me njerëz të politikës. Në këtë kontekst, u njoha edhe zotin Nano. Në vitin 2002, u bashkova me stafin e tij në kryeministri dhe aty thellova njohjet e mia me njerëzit e politikës, por edhe me politikën, tregon Manjani. Manjani u ftua zyrtarisht në Partinë Socialiste nga Edi Rama në vitin 2005. Gjatë kësaj kohe, vijoi angazhimin me socialistët, që duket se ju shpërblyen duke e vënë në listë për zgjedhjet e vitit 2009, kur Manjani ishte kandidat për deputet të PS-s në qarkun Lezhë. Zyrtarisht në një parti politike, jam ftuar nga Edi Rama në vitin 2005. Kjo është shkurtimisht historia e fillimit të angazhimit tim në politikë. Në vijim, kam kontribuar në PS deri ditën viti 2010, kur Edi Rama nuk më thirri në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare si shenjë dëshkimi për rreshtimin tim në grupin e Blushit, ka treguar Manjani. Pas humbjes në zgjedhjet e vitit 2009, Manjani kritikoi Edi Ramën për mënyrën e tij të bërit opozitë dhe në vitin 2011 u largua nga Partia Socialiste për t'u bashkuar Lëvizje Socialiste për Integrim. Në zgjedhjet e qershorit 2013, Manjani ishte i katërti në listën e kandidatëve të PS-s për qarkun Tiranë, teksa në ato vite mbante detyrën e nënkryetarit të LSI-s. Me 16 shtator 2015, Manjani u emërua ministri i drejtësisë, detyrë në të cilën zëvendësoi Nasip Naçon. Emërimi i tij ishte pjesë e marrëveshjes së koalicionit të atyre viteve mes dy partive të majta, PS dhe LSI. Manjani u shkarkua nga posti më 3 shkurt 2017 dhe u zëvendësua nga Petrit Vasili. Manjani, në intervistën e parë televizive pas shkarkimit si ministër, ylli Manjani qëndroi deklaratës së tij në lidhje me videot e ministrave me të dashurat në Santa Quaranta, hotelin e Klement Balilit, të cilësuar nga mediat greke si Escobari i Ballkanit. Kam parë videot e ministrave me të dashurat në hotelin e Klement Balilit, u shpreh aso kohë Manjani. Gjatë kohës kur Manjani ishte pjesë e politikës aktive, në media u shkruajt se ai kishte marrë dhurat nga Klement Balili. Bëhet fjalë për një apartament më sarand me sipërfaqe 75 metra katror. Ndërkohë, Manjani pretendon se atë pronë ka bler nga një tjetër firmë ndërtimi dhe s'ka lidhje me Balilin. Në deklaratat e pasurisë, Manjani cilësonte se e kishte bler apartamentin në vlerën 45.000 euro. Këtë shumë, ai deklaron se e ka nga të ardhurat e prishjes njëanshme të kontratës së punës së bashkëshortes, megjithse nuk e specifikon se sa ka përfituar bashkëshortja nga zgjidhja njëanshme e kontratës së punës. Për mobilimin e këtij apartamenti, ai deklaronte se kishte shpenzuar 10.000 euro. Manjani nuk është hetuar asnjëherë dhe nga askush për këtë apartament, duke e lënë kështu të qetë bashkë me pasuritë e tij. Pasi shërbeu Ramën si ministër, Manjani duket se nuk i pëlqeu mënyra se si përfundoi bashkëpunimi mes tyre. Në një intervistë pas shkarkimit, Manjani tregoi se kishte pasur një sherr përmes komunikimeve me mesazhe në aplikacionin WhatsApp me kryeministrin Rama. Në ato vite, Manjani u shpreh vetëm se kjo kishte të bënte me një deklaratë si ministri i drejtësisë për çështjen e kanabisit, të shumë përfolur në ato vite, duke sjell kështu edhe një përçarje mes tyre, por jo përfundimtare. Mbaj mend që kemi bërë një debat me mesazhe në WhatsApp, jo në mbledhje qeverie. Ça mbledhje qeverie? Ku flitet aty? Shprehej Manjani. Por duket se Manjani ka edhe arsye sa do të parëndësishme për të falenderuar Ramën, veç postit si ministër. Rama më mësoi të flas në publik, ja di për nder, u shpreh Manjani pak vite më parë. Pas shkarkimit nga detyra e ministrit, vendimi ja komunikoi vet Ilir Meta, kreu i kuvendit dhe i LSI siç quhej atëherë. Manjani më pas dha dorëheqjen nga angazhimi me këtë parti. Jo vetëm kaq, por shkoi edhe në kritika të ashpra ndaj vet Metës, me të cilin kishte bashkëpunuar prej vitesh. Që nga 2016 e këtej, LSI-ja në gjithë procesin e saj politik ka marrë vendime të gabuara. Nuk është vetëm djegja e mandateve, por është edhe koalicioni i 2017-s. Vajtja e Ilir Metës në presidencë ishte kryevendimi i gabuar për fatin e LSI-s, minus 120.000 vota nga zgjedhjet e fundit. Nuk ka çfarë të ndodhë më rënd se kaq për një parti politike. Ilir Meta ka bërë gabime të rënda në sjelljen politike dhe publike. Ai krijoi idenë e një presidenti të përfshirë në politik. Kjo është dukshme. Nuk është antikushtetuese detyrimisht siç thot parlamenti, por është një president që kishim vite që nuk ishim më mësuar ta shihnim. Manjani, si para detyrës si ministër, por edhe më pas, duket se zgjodhi të afrohej edhe me një parti tjetër, këtë radhë me Partinë Demokratike dhe kryedemokratin Sali Berisha. Kjo u vure kur Manjani i doli në mbrojtje si avokati Zoti, kur përsëriste nëpër studio televizive se Spaku nuk ka prova konkrete për Sali Berishën.
kur një person nën hetim për çështjen që e detyroi Berishën të qëndrojë rreth një vit në arrest shtëpie. Mbase me këtë mënyrë, po tentonte të përfitonte ndonjë post tjetër. Nuk shkon më kjo punë. Kanë hetuar për 3 vite me radhë, po hyn në muajin e 5 që e mbajnë tjetrin nën masë absurde, krejt jo proporcionale sigurie. Tani nuk ka më kuptim në asnjë lloj logjike të mbahet i shkëputur nga veprimtaria parlamentare një deputet dhe veprimtaria politike një kryetar partie, aq më tepër i partisë më të madhe opozitare. Ç'kuptim ka mbajtja me dhunë një politikani opozitar jashtë detyrave të tij politike? Me Sali Berishën e kanë tepruar, kanë kaluar çdo limit logjik, ka thënë Manjani. Manjani, që njihet ndryshe edhe si avokat i krimit, nuk ka rreshtur të dalë kundër drejtësisë së re dhe prokurorisë posaçme, dhe kjo zgjedhje e Manjanit vetëm për t'i dalë në mbrojtje kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, që përpiqet t'i shpëtojë burgut, Erion Veliaj. Në një studio televizive, Manjani e cilsoi Spakun si gjykatën më të tmerrshme në vend, pasi ka quar në burg njerëzit e inceneratorëve. Janë rreth 30 persona në akuzë oficiale nga Spaku, gjykata më e tmerrshme e vendit, dhe e ditë se akuzohen. Akuzohen për punimet pakryera. Prandaj janë në burg ata, si të mos kenë frikë ata janë në burg, ose në akuza shumë të rënda, për fakte që nuk ekzistojnë siç po propozoni ju inceneratorët. Lefter kokës se çështja ka nisur me Elbasanin, ajo që Spaku e akuzojnë për korrupsion. Por cili është korrupsioni? Që nga 8 firma në Durrës që kanë marrë para dhe pretendohet se këto janë dërguar kokës bakshish. Kjo është zyrtare, një prej 6 akuzave, se këta të bëjnë 6 që nuk ke ku t'luash, ka thënë Manjani. Manjani që lomotit ekraneve me sulmet e tij të vazhdueshme ndaj Spakut, thekson qëndrimet dhe pozicionimit të qartë, duke dalë kundër punës së drejtësisë. Ironikisht, është edhe ministri i drejtësisë, mbase nuk i levërtis asa të vetë sepse është përfshirë në grupe kriminale, të cilat edhe mbron. Nga pozicioni si ushtari i Ramës, Berishës dhe tani më edhe të Veliajt, Manjani me skandalet e tij publike dhe dhuratat nga Klement Balili formon figurën e tij publike si sharlatan politik, një individ që lëpin sa njërin pushtetare sa të tjetrin. Kohët e fundit ka zgjedhur të lëpi Erion Veliajn, një kryebashkiak mbi të cilin e rëndojnë 13 akuza për 5 vepra të rënda penale.